Ndryshoj emrin, kot më kot. S'din ç'a të bëjnë. Marrë të përshqyrë se. Gjitha i burr. Burri 52 vjeç, si vjeç zor, dëgjon Biserlën dhe Rozanën, edhe flet me të njëjtin emër si ata. Ai ka hije ati ropi, as i ka hije. Artisti, që sillet si njëri rrugësh nëpër shtëpi. Si vjen zor. Kujton se kultura tregohet vetëm ke theset e plerave. Edhe ky Biserlë duhet dalë. Ky duhet dalë se e ka çu nivel shumë banal që. Po e ka çu nivel banal dhe ai inshallah del. Nuk ka sens. Nuk ka sens 3 muaj, ka çu nivel shumë banal. Valbonën e hodhin kosh plerave sot, ai direkt për Rozanën. Ajo është gjë e ditur, po i gënjente mendja asaj të shkretës. Gënjente mendja Valbonës. Këto Valbona se të mbroj Laerti Valbonën para Rozanës. O, Laerti hodhin kosh apo Biserlë? Kush e hodhin? Kush e hodhin kosh bonën të dhira? Laerti the, e hodhi? Laerti. Bonën? Po, më po. Ah, thashtë edhe Biserlë. Po si, çfarë ndodhi? Laerti më për këto më punë të shtëpisë. Dje thoshte që ka thënë Valbona që do bëj punët aty ku Valbona bën pis. Edhe e mbështeti Laerti, po, thoshte dje. Valbona ka thënë do laj vetëm pjatën e saj dhe do rregulloj vetëm gjërat ku ajo bën pis. Ke vendet e veta. Sot, nga që u futë Rozi në kuzhinë, bërë aty poshtë, u futë Rozi në kuzhinë, i tha Valbonës që duhet bësh pastrim.